Presidenti serb Aleksandar Vučić është përplasur me gazetarët dhe ka braktisur konferencën për shtyp me ta. Siç raportojnë mediat në Beograd, Vučić shpërtheu ndaj njerëzve të medias duke i qortuar për sjelljen e tyre pas një pyetje që duket se nuk i pëlqeu. Vučić ishte duke komentuar sulmin ndaj Miloš Pavlović, profesues i lëvizjes studentët që duan të mësojnë, duke e krahasuar me një incident të kaluar në Novi Sad, ku një studente u sulmua dhe ju thye nofulla. Më shpjegoni pse ata djem në Novi Sad qëndruan 4 muaj në paraburgim, ndërsa këta që vepruan në mënyrë të organizuar, me qëllim dhe me vedije, përballen vetëm me akuza për pakujdesi, u shpreh Vučić. Ndërkohë gazetarët ndërhyjnë dhe i thanë se edhe ata mund të japin shpjegime, po ky reagim nuk i pëlqeu as pak presidentit Vučić, i cili braktisi menjëherë konferencën për shtyp. Ju ende mendoni se kjo është për të qeshur? Ju nga Ninjushi dhe Nova S, unë jo. Mësot cilë është më mirë birë, sjellje elementare, nuk do t'ishte keq, i tha Vučić gazetarëve të dy mediave në Një dhe Nova S. Pamjet e këtij momenti u postuan nga gazetarja Zhaklina Tatalović duke e përshkruar situatën si të tensionuar dhe të pakëndshme. Vetëm shkëmbyem një shikim me kolegun dhe bëm shenjë që mund t'i japim një shpjegim, por presidenti na bërtiti, u zemrua dhe u largua, shkroi ajo.